Do me thonë, energjia të ne është full në nivel, edhe pse koha është me shi edhe përsëri ne vazhdojmë atë rutinën me energji të plot. Përshëndetje, nga Silvia. Jam me Silvia. Të kemi kandidatën e radhës për ditën e sotshme. Kandidatën e kemi pas 3 ditë në poligon, kurse tash fillojmë jashtë vendbanimit. Dhe jashtë vendbanimit i kemi pak ato fobi, ato streset. Si ndjesh në si vetë, 3 ditë në poligon, super të qenë, po. Dhe thonë u lirove, super. E tash duhet pa tjetër të vazhdojmë ne me frenin motorik. Punojmë me frenin punues, punojmë me thonë me komandat edhe me frenin punues, se si ne ta bëjmë pozicion ashtu si duhet. E tash në poligon me si dhe në popat super, mirë po tash të ndjekim se si do pozicion në vendbanimit, me gjithse duhet të mësohen teknikat, me thonë ka nevoj për ndihmën time, se kuptohet se nuk din pozicion, me thonë do mësohet me instruktore, apo? Okej. Atër ne do vazhdojmë orën, ju në ndiqni se si do të me videon deri në Okej, nësi atër, ne fillimisht pasqyrat i kemi kontrolu, karikën e kemi pozicion të duhur, rrypin e sigurimit e kemi vendu. E thonë tash njëve na ngelet të nisim të punojmë me frenin motorik dhe me pedalat poshtë. Okej, atër një e mbajmë këmbët të pedalet, shqipës, të më të frenin punues, shqipë dhe një punë. Okej, e nxjerrim parën, e përdorim dhe më të frenin motorik, tash i ndalim për stopat, sinjalizojmë majtas poshtë. Dhe thonë sinjalizimin e kemi nga raketa e majtë. Okej, shofim pasqyr sa kemi vetur, e lirëm nga dalë, vetur nuk kemi, apo? Edhe drejtojmë tash, e drejtojmë, vazhdojmë me gaz, e nisim do me thonë orën jashtë të vendbanimit, gazet e pak, hajde, tash kompluk e nxjerrim të ndryshtë, do me thonë e përdorim frenin motorik, duke e bën ndrimin e shpejtësive. Tash ne si që potencum më herët është dita e parë jashtë vendbanimit dhe kuptohet se orën e kemi pak më të rëndë sot. Vazhdojmë me gaz e rikthim shpejtësinë, edhe pak gaz edhe pak. Dorën të freni motorik, hajde kompluk, tretë, vetëm pak një drejqim. Okej. E mbajmë drejtimin e timonit, megjithse kemi edhe kohën me shi sot. Mirë po, besoj se të ndihmon koha me shi, nësi ba po. Dhe thonë për instruktorin është pak më rëndë koha me shi, mirë po për kandidatën është pak më mirë, për arsye se tash i përdorën raketat edhe e dinë se si bëhet pastrimi i dritareve, apo? Ndërkohë që koha është jashtë ftohet edhe më brenda është ngrohtë, me thonë i mësojmë teknikat edhe se si të na thate dritare, po e kemi atë fix atë të duhet. Në përgjithësi, kandidatët me gjithë se ma potencoj se frigem, jam në stres, apo? Mirë po e shof, okej, nuk e shof edhe aq stres sa ma përshkryti vetë vete. Qëtja, do anë ashtarem pjesën e stresit edhe do mësohemi me qetësi të plot. Do me mendova se frenin motorik do e ketë ma probleme në Silvia. Mirë po, në Silvia timoni pak, do me thonë e mban pak ma fort, edhe kjo pjesa timoni që kur nga bën pak pengesa, se shkojmë pjatas, majtas, mirë po ju edhe aq, e kontrollojmë po pas pohe, kurse frenin motorik edhe pedalet i përdorim për momentin super.
Në me thonë si që përshkrujta, me pedalet nuk kemi problem, kështu që edhe une nga pjesa ime nuk I mbaj pedalet. Megjithëse është dita e parë e kandidates, unë përsëri mundohem t'ia shkalloj pedalet, duke bë komunikim vazhdimisht se cilën pedal ta shtype, cilën ta lëshoje. Me thonë, derisa ajo vetë ta mësoje instruksionin e pedaleve dhe freni motorik. Do vazhdojmë procesin e vozitjes. Këtu e kemi zonë ku mund të vozisëm deri 70. Ne për momentin jemi dikundi 50-60. Me thonë nga se jemi fillestar deri 60 është në rregull. Timoni pak më të drejt. Si duket vozitja në kohë me shi. A është aq shpejt sa e ke mendu se që mund t'jetë? Po. Jo. Do me thonë, nuk është edhe agor të rëndë. Me thonë, vozitja mësohet. Në kushtet e vështira bile është më mirë të mësohet, apo edhe ashtu je fshatit. Kështu që më pas do kesh nevojë që të vozisësh si në vendbanim qytet apo edhe në fshat. Kjo shenja I grupën me rrezikut, apo pse të rrezikut? Për arsye se ka pesë djathtas edhe në kujdes. Zonën e kemi ku pozitet deri 70. Mendova se shiu do na krijojë shumë energji negative. Nga se ne duam diellin, unë veçnarisht e adhuroj kur është koha me diell, edhe sikur m'jep shumë energji koha me diell. Edhe ditën po ta kem intenzive, full me punë. Unë në moment që e shoh kohën se është me diell kam shumë energji. Mirë po sot koha është me shi, po si duket energjin full në nivel e kem. Apo? Të me thonë, energjia të ne është full në nivel. Edhe pse koha është me shi edhe përsëri ne vazhdojmë atë rutinën me energji të plot. Pak ikim nga ana e gjatë, apo? Mirë po, unë tentoj që ta lëshoj kandidatën të vozisë vetë, që ditët në vijim t'i kemi më të lehta, apo mesive. Unë nuk e preferoj kandidatit të janë vaj pedalet, para praktisht foli, flas, vazhdimisht ja tregoj instruksionin, të ke gazit, ta. Nëse ka nevoje, shoh se ka kap shqetësimi kandidate, atëherë mund t'i përdori unë me pak pedalet, mirë po, në përgjithësi mundohem t'i anashkaloj, nga se nesër kur do hipën vetë të vetura vete, private, personale, nuk do ketë kushtria me menaxhonin e dalet. Jemi në pozitje në fshat, jashtë vendbanimit. Dhe mendoj se I ndihmon ma shumë kandidatit kur nuk I mbajnë ne pedalet, edhe vozitën lirë ashtu si duhet kandidatin. Apo nuk I dhe? E ke vetëm gazin kur gjatë të më. E kemi rrugë në përparësi kalimi.
Me shenja në periudhë fundit kemi furnizu maksimum, do me thënë edhe vozitja për çdo fillestar është më e lehtë, kur kemi shenja. Vazhdo me pas. Vazhdo. Ke pak gazin, se kemi penges. Si ndjesh pas disa minutash vozitje, besi. Super, ha? Kaloj ajo friga, ai stresi që kisha, po. Megjithse e kemi punë me shi, me thani po të thumë edhe më herët se e kishte frikë kandidatja se dita e parë që do kyqet jashtë vendbanimit, vesi do kyqet se kemi shi jashtë, poha me shi. Mirë po, si ndjemi tash? A jemi okej? E okej, super. Sohe. Kandidatën do e përcjellim ditët në vijim se si do vozis. Do me thonë, do na ndiqni, do kemi incizime të përditshme. Do me thonë, çdo ditë do e tregojmë se si do ecë procesi i vozitjes te kandidatja e re që sapo e kam kyç sot në jashtë vendbanimit në fshat. Këndej ka kjo pjesa, e ke gazi, pak frenon, pamplok, e nxjerrim të para. Okej, e lidhëm nga dal, nuk shpejtojmë në sive. E kemi këtë pjesën pak ma shumë me ngarkes, trafik. Vazhdo me gaz edhe pa, gaz. Hajde, pamplok, e nxjerrim dyta. Nuk japëm shumë gaz. E ke pak gazi, apo shkojmë më nga dal, freno vetëm pak, kemi punë penges, jo komplu, liro nga dale, po. Jo, për arsye se s'ka nevojë, jemi në dyta. E ke gazi, vazhdo nga dal, vazhdo, kur gjatë tjetër, vazhdo, nga dal jemi. Kemi kujdes se ka ujë. Kur ka ujë, ne duhet ta zvogëlojmë shpejtësinë, apo? Me thonë, kemi edhe pyetje në test në teori, kur kemi ujë, çka duhet të bëjmë? Duhet ta zvogëlojmë shpejtësinë, apo? Edhe këtu jemi si duket në fund të orës, na mbaron kjo pjesa jashtë vendbanimit, sinjalizojmë djathtas, e hekëm gazin nga dal,
Kalojmë të porsia kretja. Okej. Edhe pak, na bot vetura drejt, ule tash kontrolli, pak poshtë. Okej. E ngrem frenin e dorës, i aktivizojmë 4 stopat. Dhe ne këtu jemi në përfundim të orës, domethënë sapo e përfunduam vozitjen jashtë vendbanimit dhe këtu e përfundojmë nga se kyçemi në vendbanim në qytet. Nëse shkurt si të duk realizimi i orës sot, megjithëse ishte dita e parë, hera e parë, edhe s'kemi ditë vozisëm më herët, apo jemi total shofere fillestare, kandidate fillestare. Mirë po, ishte Fillim pak vështirësi, po tash. Me thënë, derisa unë pak frenin motorik edhe pedalet i përdorim, thënë ish shqetësim, mirë po 2-3 herë i realizuam edhe u hoqa i shqetësimi. Okej, atëherë ne do shifemi videon e radhës, deri atëherë miru ta kofshim.